Përshëndetje dhe mirë se vini në videon e radhës. Sot do të flasim për një temë që intereson shumë shqiptar brenda dhe jashtë vendit. Sa kushton të blesh një banesë apo një shtëpi në Shqipëri në vitin 2025? Nëse jeni në kërkim për të investuar, për të ndërtuar një jetë të re apo thjesht për të pasur një pasuri tuaj në atë dhe, kjo video është për ju. Le të fillojmë nga kryeqyteti Tirana. Tirana ka përjetuar rritjen më të madhe të çmimeve në vitet e fundit. Në zonat qendrore si bloku, rruga e Elbasanit apo liçeni artificial, çmimi për 1 metër katror shkon deri në 3.500 euro. Kjo do të thotë se një banesë 100 metra katror mund të kushtojë deri në 350.000 euro. Në zonat pak më larg qendrës si Astiri, Ysberishti apo Paskuqani, çmimi është më i përballueshëm, duke filluar nga 1.100 deri në 1.800 euro për metër katror, që do të thotë rreth 110.000 deri në 180.000 euro për një banesë mesatare. Tani le të kalojmë në qytetet bregdetare. Në Vlorë, sidomos tek Lungamora apo zona e ujit të ftohtë, çmimi për metër katror arrin edhe në 2.500 euro për apartamente me pamje nga deti. Në Durrës, veçanërisht në zonat pranë plazhit, çmimi lëviz nga 1.000 deri në 1.600 euro për metër katror, ndërsa në Sarandë, që është shumë e preferuar nga të huajt, çmimi mund të shkojë deri në 2.200 euro për metër katror. Po qytetet e tjera, në qytetet si Shkodra, Elbasani, Fieri apo Korça, çmimet janë ndjeshëm më të ulta. Atje, një banesë e re mund të blihet me 600 deri në 1.000 euro për metër katror, çka i bën këto qytete shumë tërheqëse për ata që kërkojnë qetësi dhe çmime më ekonomike. Dhe tani pyetja më e madhe, a ja vlen të blesh në vitin 2025? Shumë ekspertë thonë po, por me kujdes, sepse edhe pse çmimet janë rritur, kërkesa është e lartë, ndërtimet po shtohen dhe Shqipëria po bëhet gjithnjë e më e dëshiruar edhe për të huajt. Nëse keni mundësi, zona më të mira për të investuar sot janë periferia e Tiranës dhe Bregdeti shqiptar. Por, para se të bëni një blerje, analizoni tregun dhe merrni këshilla nga profesionistët. Në fund të videos dua t'ju pyes në cilën qytet të Shqipërisë do kishit dëshirë të blinit një banesë. Shkruani në koment dhe ndoshta në videon tjetër do të flasim pikërisht për atë zonë. Mos harroni ta pëlqeni videon, ta abonoheni në kanal dhe ta aktivizoni njoftimet për më shumë përmbajtje si kjo. Faleminderit që ishit me mua, shihemi në videon tjetër.